Në Bibliotekën Shkencore të Universitetit të Shkodrës është promovuar botimi me titull Përforcimi i trashëgimisë kulturore dhe natyrore si mjet për ripërtritjen e zonave rurale, i realizuar nga 4 studiues italian, pedagog në Universitetin e Firences. Edhe pse fokusohet në një nga zonat e njohura të jugut të Shqipërisë, ky botim ofron një metodologji të veçantë dhe të zbatueshme për rivitalizimin e zonave rurale me potenciale të konsiderueshme turistike në mbar vendin. Ideja që ne kemi është që të nxisim dhe të nxjerrim në pa të gjitha pasuritë natyrore të rëndësishme që ka Shqipëria dhe që janë të domosdoshme për zhvillimin e turizmit. E tillë është për shembull zona Malësisë së Madhe që ka potenciale të rëndësishme natyrore që duhen evidentuar. Però infatti io vorrei parlare proprio di questo oggi. Studiuesi Ardian Dreca thekson se vlera kryesore e këtij botimi qëndron pikërisht në qasjen metodologjike që propozon për promovimin dhe shfrytëzimin efikas të burimeve natyrore dhe kulturore. Ne mund të mrim me apliku këtë metodologji, këtë çështje edhe për një territor tjetër. Dhe rasti i Thethit për shembull është paradigmatik në historinë tonë. Rektori i Universitetit të Shkodrës, profesor Tonin Gjuraj, u shpreh se botime të tilla janë shumë të vlefshme për përmbushjen e objektivave që kanë të bëjnë me programe të reja akademike, të cilat vendosin në qendër trashëgiminë kulturore dhe natyrore. Ne tashmë do kemi një program bachelor për trashëgiminë kulturore. Dëshiroj të bëj thirrje Departamentit të Historisë, Departamentit të Gjeografisë, Qendrës së Studimeve Albanologjike dhe Departamentet të Arteve që të bëjnë diçka të përafërt për një prej zonave që mendoj unë është për të patur zili dhe që kontributi ia vlen sa i takon Thethit. Libri i përforcimit të trashëgimisë kulturore dhe natyrore si një mjet për ripërtritjen e zonave rurale vlerësohet si një tjetër kontribut i çmueshëm nga ana e studiuesve të huaj në promovimin e resurseve natyrore dhe kulturore të Shqipërisë.